Së pari dëshiroj të përshëndes sot urdhrin e infermierëve për paraqitjen e kundërshtimit në gjykatën administrative të vendit, të vendimit qeveritar për ta shtuquar në testim. Së dyti, përshëndesim solidaritetin e plot të mjekëve, stomatologëve, farmacistëve, infermierëve, laborantëve e tjerë, të demonstruar këtë javë për të ndaluar këtë projekt të palishëm dhe diskriminues ndaj atyre vetë. Por fatkeqësisht, qeverisja në vend që të reflektoj dhe tërhiqet nga vendimet të tilla të rrezikshme, ngulmon në rrugën e saj duke thelluar përplasjet me personelin e sistemit shëndetësor. Ajo po tregohet realisht e shurdhur, qoftë për dëgjuar mendimet e urdhrave përkatës, Komisionit Parlamentar, Avokatit të Popullit e tjera. Në këtë mënyrë po kërkohet që artificialisht të krijohen konflikte të panevojshme mjek-pacient për të fshehur përgjegjësitë për problemet e mëdha dhe reale të këtij sistemi që kjo qeveri veç se po i shton dhe zjeron nga dita në ditë.